Agim Ramadani nuk është thjesht një emër në listat e dëshmorëve dhe heronjve. Ai është arkitekti i thyrjes së madhe. Agimi është një paradoks i bukur. Si ushtarak karriere, ai zotronte disiplinën dhe ftosinë e duhur për betejë. Por, brenda saj uniforme të ushtrisë çlimtare të Kosovës, rrihte zemra fisnike e një poeti dhe piktori. Ai e dinte se liria nuk mbrohet vetëm me plumba, por edhe me kulturë dhe identitet. Brusha e tij pikturante peizazhet e Kosovës, ndërsa vargu i tij profetik na kujtonte se edhe vdekja është e bukur kur i detyrohesh lirisë. Për Agimin, liria nuk ishte opsion, por ishte amanet. Agimi nuk projektonte vetëm sulme në letër. Ai hartonte çdo detaj të operacioneve në terrenet më të thyera, duke ndarë çdo rrezik e çdo vështirësi. Ai na dëshmoi se një komandant i madh është ai që prinë në rreshtin e parë, që vlerëson ushtarët si pasurinë më të shtrenjtë të kombit dhe që nuk kërkon sakrificën nga të tjerët, pa dhënë shembullin personal i pari. Agim Ramadani ra për lirinë e Kosovës, por emri i tij jeton për të rënjes së tij heroike. Ai jeton në kujtesën tonë kombëtare, në historinë e shtetit tonë dhe në vetë kuptimin e lirisë që sot e gëzojmë. Në betejën e Kosharës, Agim Ramadani nuk ishte thjesht një luftëtar në vijën e frontit, por një figurë me peshë të veçantë strategjike dhe ushtarake në një prej operacioneve më të rëndësishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pikërisht për këtë, ai mbetet jo vetëm heroi luftës sonë çlirimtare, por edhe figurë që mishëron në mënyrë të veçantë idealin e atë dashurisë së ndërgjegjshme. Sot, pas 27 vitesh, ajo është krenar me ju. Ju që shëndruat, që nuk u përkollet, që nuk e lat rrugën në mes. Sepse lufta nuk mbaron në armë, ajo vazhdon në mënyrën se si jetojmë dhe si e mbrojmë njëri tjetrin dhe si e mbrojmë shtetin tonë. Për mu, ju jeni vazhdimi i tij. Sot Kosova ka nevojë për ju, për unitetin, për vendosmërinë, për dashurinë ndaj atë dhejut. Në emër të familjeve të dëshmorëve, ju lutem qëndroni bashkë, mos lejoni që sakrifica të zbehet. Ndërtoni shtetin ashtu siç e ndruan ata që dhanë gjithçka. Ata jetojnë në ne.